Vatikani thot se ka provuar dhe vërtetuar 2 mrekullitë e saj. Kështu Nën Tereza do të shenjtërohet në datë 4 shtator në sheshin e Shëmpjetrit. Gjithkush e kupton se ajo që ka bërë për njerëzit e thjeshtë dhe të vuajturit në 121 shtete të botës, më shumë se të gjithë shenjtorët e tjerë, ka bërë jo një mrekulli, por shumë mrekulli nga ato që do ta kishin zeli të gjithë shenjtorët. Kremtimet për kanonizimin e shqiptares Gonxhe Bojaxhiu priten të jenë madhështore. Imzot George Frendo në Arkidioqezën Metropolitane Tiranë-Durrës tregon për News 24 programin e përgatitur nga Vatikani si dhe detaje për të gjithë besimtarët katolik që duan ta ndjekin nga afër ceremoninë e shenjtërimit. Imzot Frendo tregon se më datën 4 shtator qindra mijëra besimtar nga mbar bota si dhe lider botror do të jenë dëshmitar të shenjtërimit. Por çfarë do të ndodhë në orën 10 paraditën e datës 4 shtator? Si fillim do të jetë Papa Francesku që do të mbajë një fjalë përshëndetse dhe më pas kardinali Amos, përgjegjës për shenjtërimin e Nën Terezës. Ceremonia kryesore bëhet në sheshin e Shëmpjetrit të dielen në orën 10. Në sheshin para bazilikës së Shëmpjetrit do të ketë një figurë e madhe Nën Terezës, por dhe mbuluar. Pastaj, pas përshëndetjes së papes, vjen kardinali që është përgjegjës për shpalljen e shenjtë. Tregon shkurtimisht jetën e saj, vërtetet e saj, e pse kërkohet që ajo të shpallet e shenjtë. Pastaj Papa Francesco zyrtarisht dhe në mënyrë më solemne shpall Nën Terezën si shenjtë dhe në atë moment zbulohet figura e saj. Nuk do të mungojnë besimtarët shqiptar dhe krerët e shtetit. Të gjithë besimtarët e interesuar kanë nisur të marrin ftesat nga motrat e Nën Terezës dhe nga i peshkët shqiptar. E di se do të shkojnë shumë shqiptar. E di që do të shkojë edhe presidenti, ka ftesat e veçantë për Shqipëri dhe për Maqedoni. Shumë murgesh dhe shumë besimtar që të hysh në sheshin kërkohen bilet. Çdo shtëpi e motrave të Nën Terezës kanë biletat të disponueshme për ata që e kërkojnë. Gonxhe Bojaxhiu do të jetë kështu shqiptarja e parë e shenjtëruar. 2 janë mrekullitë e saj të vërtetuara plotësisht sipas Vatikanit. Mrekullia e parë mban emrin e indianes Monica Besra nga Kalkuta, e cila vuante nga tumori në stomak. Gruaja tha se kishte fjetur me fotografinë e Nën Terezës në një jastëk dhe me një medaljon të vendosur mbi stomakun e saj. Më pas, sëmundja ishte zhdukur. Por prestigjosja BBC citon mjekët indian së kohë të cilët e sfiduan këtë pretendim, duke thënë se gruaja po mjekoi me medikamente dhe se tumori ishte kapur në fazën fillestare. Sipas tyre, Nën Tereza duhet vlerësuar për atë që ka bërë për të varfrit, por nuk mund ta pranonin ndërhyrjen e saj tek çështjet e mjekësisë. Publiciteti sipas tyre ishte i panevojshëm pasi kështu të varfrit nuk do të merrnin më mjekim dhe do të kërkonin mrekullit për shërimin e tyre. Por Imzot Frendo thot se mrekullia e parë, edhe pse ka patur hije dyshimi, ka ndodhur. Ka qenë vërtet, ka qenë disa që kanë hedhur dyshim mbi këtë mrekulli. Megjithatë duhet të them se në fakt para se një mrekulli të pranohet si mrekulli, nga ana e Vatikanit kërkohet një shumë ekzaminime që të jetë e sigurt. Por kjo nuk habitemi se. Megjithatë ka qenë edhe disa që për faktin se nuk janë besimtar, janë përpjekur të hedhë dyshime. Por mrekullia tjetër është ende më e madhe. Kishte medaljon, si edhe që kishte edhe një figurë Nën Terezës në një jastëk. Mrekullia e dytë e Nën Terezës pranuar zyrtarisht nga Vatikani flet për një brazilian sëmur rënd me tumor në tru, i cili u shërua pasi prifti u lut tek Nën Tereza. Emri i tij nuk është bërë kurrë publik nga Vatikani. Ai u shërua në vitin 2008, shumë vite pasi Nën Tereza kishte vdekur. Përket ishte absolutisht pas një dyshim, ishte një sëmundje pashërueshme, shumë serioze, ishte në gjendje shumë kritike, por në fakt mrekullisht ai nëpërmjet me ndërhyrjen e Nën Terezës u shërua. Ishte prifti i cili e kishte nxitur gruan e tij që t'i luten Nën Terezës. Dhe në fakt ata kanë pranuar këtë ftesë, janë lutur shumë Nën Terezës dhe ishte sigurisht se me ndërhyrjen e saj që është bërë kjo mrekulli.
Programi për kremtimet për shenjtërimin e Nën Terezës fillojnë më datën 2 shtator, ndërsa një ditë më pas në Bazilikën e Shën Pjetrit, yjet shqiptar me fam botror do të zbresin në Vatikan. Të ftuarit special janë sopranoja Ilva Mula, Ermonela Jao, Shkëlzen Doli, Sajmir Pirgu, Rita Ora, Lori Kcana, Majlinda Kelmendi e të tjerë. E pranuar si nëna e dashurisë dhe simboli i mëshirës dhe solidaritetit për njeriun e vuajtur, misionaria e përjetshme katolike do të jetë në vëmendjen e miliona njerëzve në mbar globin. Vepra e saj është besim me zemër, dashuri për njerëzit që vuajnë, është shpresa dhe bamirësia hynore.